Gjesti ka bërë një paralajmërim se do ta lësh shtëpinë të martën pasi nënkuptoi se po i bëhej një kurth. Derisa fliste me Danjën, këngëtari pohoi se kishte një parandjenjë se po i bëhej kulaçi, një referencë të cilën ai e përdor shpesh kur arrin që me lojën e tij të nxjerrë konkurrentët nga loja. Ai reagoi i indignuar pas zhvillimeve të fundit brenda shtëpisë, ku Rozana Radi u shpall edhe finalistja e parë e këtij edicioni. Asaj më pas i u dha mundësia që të zgjedhte edhe 2 banorë të tjerë për t'i çuar në votim, Eglin dhe Laertin. Votim ky i cili do të përcaktoj edhe finalistin e dytë. Duket se pas prajmit, Gjestit i kishte ngelur hatri për gjithë situatat që janë krijuar, prandaj edhe bëri këtë paralajmërim. Ai potencoi po ashtu se kishte dhënë shpirtin pas kësaj loje, duke deklaruar se nxori 4 persona me zarf të zi. Madje vuri në dyshim kualifikimin e Rozanës në finale, duke pyetur se çfarë kishte arritur ajo të bënte me lojën e saj. Vetëm edhe 2 javë kanë mbetur drejt përfundimit të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Për më shumë rreth kësaj lexoni në telegrafi.com.